3 ditë më parë, konkretisht në 25 prill, në cirkun kombëtar ka ndodhur një aksident ku e prekur ka mbetur një vajzë e mitur 12 vjeçare. Gjatë zhvillimit të shfaqjes në prapasken, një kundra pesh hekuri ka rënë në kokën e të miturës. E mitura u transportua me urgjencë drejt Spitalit Universitar të Traumës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por vijon të jetë nën trajtimin mjekësor. Për këtë ngjarje ka patur një heshtje totale nga institucionet të cilat janë të përfshira në një skandal. Një aksident në vendin e punës është mbajtur i fshehtë dhe ngjarja nuk është raportuar nga asnjë institucion përgjegjës. Përgjegjësia për këtë ngjarje bie mbi Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit që drejtohet nga Blendi Gonxhe, e cila ka ndërhyrë që ngjarja të mbahet e fshehtë. Aksidenti nuk është raportuar pasi përgjegjësia bie mbi Ministrinë e Gonxhes, e cila nuk ka verifikuar kushtet e sigurisë dhe ka tentuar të fshehë krimin. Pasi aksidenti ka ndodhur për shkak të mungesës së sigurisë në mjetet që përdoren në cirkun kombëtar. Skandaloz është fakti që institucionet heshtin përballë një ngjarje të tillë, e cila mund të kishte sjellë pasoja edhe më të rënda për jetën e të miturës apo për çdo punonjës tjetër në atë institucion. Denoncimi për këtë aksident është bërë në rrjetet sociale nga Sindikata e Pavarur e Artit, Kulturës dhe Medias në Shqipëri, e cila ka bërë publik rastin duke ngritur alarmin se nuk kemi të bëjmë thjesht me një aksident, por është pasojë drejt për drejt e mungesës së standardeve reale të sigurisë, neglizhencës institucionale, mungesës së kontrollit teknik, përdorimit të ambienteve të papërshtatshme për aktivitet cirku dhe bashkëpunimeve të paqarta me subjekte të jashtme pa garanci sigurie. Në reagimin e publikuar nga Sindikata e Pavarur e Artit, Kulturës dhe Medias së Shqipërisë, theksohet ndër të tjera. 28 prill nuk është formalitet, por është alarm për jetën në punë. Në këtë 28 prill, ditën botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, të promovuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, ne nuk kemi luksin të bëjmë deklarata formale, sepse vetëm pak ditë më parë, në ambientet e cirkut kombëtar, ndodhi një aksident që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Gjatë zhvillimit të një shfaqjeje, në prapasken, një kundrapesh hekuri ka rënë në kokën e një vajze 12 vjeçare. E mitura u transportua me urgjencë drejt Spitalit Universitar të Traumës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por vijon të jetë nën trajtim mjekësor. Kjo ngjarje nuk është thjesht një aksident. Kjo është pasojë drejt për drejt e mungesës së standardeve reale të sigurisë, neglizhencës institucionale, mungesës së kontrollit teknik, përdorimit të ambienteve të papërshtatshme për aktivitet cirku dhe bashkëpunimeve të paqarta me subjekte të jashtme pa garanci sigurie. Fakti që e mitura nuk i përket strukturës së cirkut kombëtar, por një studioje private, e rëndon edhe më shumë situatën dhe kërkon transparencë të plotë mbi mënyrën se si zhvillohen këto aktivitete. Shkelja më e rëndë është heshtja institucionale. Deri në këto momente, nuk rezulton të jetë kryer njoftimi i policisë së shtetit dhe njoftimi i Inspektoratit Shtetëror të Punës. Kjo nuk është thjesht mungesë reagimi, kjo është shkelje drejt për drejt e detyrimeve ligjore. Mos raportimi një aksidenti me të mitur në ambient pune është i papranueshëm dhe ngre dyshime serioze për tentativë shehjeje ngjarjes. Sindikata e Pavarur i Artit, Kulturës dhe Medias së Shqipërisë i bën thirrje policisë së shtetit, Inspektoratit të Punës, Ministrisë Përgjegjëse për Kulturën dhe çdo institucioni përgjegjës që të ndërhyjnë menjëherë për hetimin e plotë të ngjarjes, verifikimin e kushteve të sigurisë në cirkun kombëtar dhe zbardhjen e përgjegjësive institucionale dhe individuale. I urojmë shërim të shpejtë vajzës dhe kërkojmë që kjo ngjarje të trajtohet me seriozitetin maksimal. Kjo është një siren alarmi për faktin se si fshihet një aksident i tillë ku është rrezikuar jeta e një të miture dhe Ministria e Gonxhes tenton ta fshehë krimin.